Shenja e thesarit të syve dhe kuptimet e saj. Nëse ka vetëm një sy në shkëmb, kjo është një shenjë e një giganti me një sy. Brona e këtij vendi është shumë e ngarkuar. Mendoi se vetëm giganti do ta mbronte. Shkëmbi mendoi se ishte një gigant dhe urdhërua ta mbronte këtë pronë duke bërë një sy për të. Një sy do të thotë edhe syri që sheh gjithçka ose unë po të vëzhgoj. Është e vështirë të marrësh para të syrit. Hasen talisman të pamendueshëm. Një sy ndonjëherë mund të interpretohet si syri i Antikrishtit. Nëse syri është bërë në formën e një syri kresh në majë të shkëmbit, mos prisni as për një bisedë 5 minutëshe, e aq më pak të gërmoni për thesare këtu. Cyklops janë shenja shqetësuese. Mos e vërhidhërimin mbi bukën tënde të ëmbël, thesari le të jetë thesari më i mirë është shëndeti yt. Kuptimet e shenjave të syve. 1. Nëse dy sy janë në anën e poshtme të shkëmbit të pjerrët, është një shpellë e futur me 3 shkallë në drejtim të këtyre syve, dhe ujvara rrjedh në hyrje të shpellës. Ndërsa hyn në shpellë, njëri shpatull laget për shkak të ujit të ujvarës, kurse tjetri jo. Njëra nga shpellat këtu është e dukshme, dhe 2 të tjerat janë në ujë sapo të jenë të dukshme. Kur hyn nga këtu, hyn në shpellën e furrës dhe në shpellën ku ka 25 karroca. Është një shpellë ku ujvarat dalin në një distancë prej 6 fathomësh. Të gjitha ngarkesat janë këtu. 2. Nëse janë 3 sy në buzë të rrjedhës së kazanit të ujvarës, mbi të është kaluar një hark mulliri. Ka një shtrydhje në fund të harkut. Paraja është në anën e istavrozit. E treta, nëse ka një sy, kontrollohet nëse është duke qarë apo jo, ndërsa lotët e syrit që qanë japin drejtim, duhen bërë kërkime drejt vendit ku duket syri që nuk qanë. Kuptime të tjera të shenjës së syrit. Ai gjithmonë shikon pikën e fundit. Nëse ka ndonjë figurë shtatësore apo figurë njerëzore përveç syrit, është pika e fundit ku ata shikojnë. Sidomos në figurat femërore, gjëja e parë që duhet parë është se ku duket gruaja, pothuajse syri shikon aty ose në hyrje. Mund të mos jetë gjithmonë e njëjtë në figurat mashkullore, njeriu ka gjymtyr të tjera që ai drejton përveç syrit të tij, ndërsa syri i thjesht është duke shikuar direkt në shenjë. Syri tjetër do të thotë, pika që duhet t'i kushtojmë vëmendje në shenjën e syrit është vendi ku syri shikon, ku duhet të kërkojmë shembje, akumulim apo objekte në kundërshtim me natyrën. Mund të jetë në një shenjë të dytë në këtë zonë. Nëse shenja e syrit interpretohet thjesht, ajo mund të ketë të njëjtin kuptim si syri në motivet njeri kafsh. Një shenjë tjetër e syrit është shenja e syrit në një trekëndësh. Kuptimi i kësaj shenje nuk lidhet me thesarin, por vetëm për të treguar se syri i Perëndis është mbi njerëzit. Syri tjetër do të thotë, një shtëpis ngrihet mbi 3 shtylla bazë. Këto janë shtyllat e bukurisë, forcës dhe inteligjencës. Si përtryezës së betimit, miteri, busulla dhe biblat formojnë një trinitet. Shtëpia drejtohet nga mjeshtri i vrable dhe 2 ndihmësit e tij, pra 3 persona. Simboli i mjeshtrit të vëmërueshëm, i cili përfaqëson vullnetin absolut në shtëpisë, është drita e 3 fish pak pas tij. Gjithashtu në lindje, simbolet e hënës, diellit dhe syrit në trekëndësh formojnë një trilogji tjetër. Syri tjetër do të thotë, është parë se kjo shenjë është bërë si lehtësim dhe skalitje në kushtet toksore të vendit tonë. Dallimet në drejtimin e kuptimit të njohur të syrit duhet të përcaktohen dhe kërkimet duhet të vazhdojnë. Përsëri, bazuar në logjikën, mendojmë se shenjat e syve janë pika e fundit që tregon varrimin. Numri i vijave të qerpikëve në sy mund të japë matës ose matje të shkallëve. Në drejtimin e ndryshëm të shenjës duhet të llogariten këto dimensione dhe shumë fishet e tyre dhe të kërkohet varrimi. Me shumë gjasa, mallrat e vendosura në një shkëmb të skalitur përbëjnë kuptimin e mallrave të vendosura në kub.